Rruga veriore Yungas në Bolivi, e njohur si rruga e vdekjes, për shtigjet e saj të ngushta, shpatet e pjerta dhe mungesën e elementeve të sigurisë, El Camino de la Muerte ka një gjatësi prej 61 kilometrash dhe lidh La Pazin me Coroicón në rajonin Yungas të Bolivis. Rruga u ndërtua në vitet 1930 nga të burgosurit paraguajan gjatë luftës së Chacos dhe rreziku i saj konsiderohet ekstrem. Fillimisht, ajo shërbeu si një rrugë e rëndësishme për transportimin e mallrave dhe njerëzve midis kryeqytetit dhe rajoneve të largëta amazonike. Pika fillestare e rrugës është në La Paz dhe kap një lartësi mbi 3000 metra për të zbritur përmes shtigjesh dhe dredhesh në 1500 metër në qytetin e Coroico. Moti te jetë i vështirë me shira të shpesh dhe mjegull konstant, shoqëruar me rrëshqitje dheu, janë disa nga arsyet që shpjegojnë reputacionin që ajo ka sot. Gjithashtu, ngushtësia e saj më së shumti ka vetëm një korsi. Mungesa e kangjëllave mbrojtëse dhe shkëmbinte pjerrës sipër dhe poshtë rrugës e shtojnë akoma edhe më shumë presionin e shoferëve që e përshkrojnë atë dhe kanë bërë që ajo të jetë një burim aksidentesh të shumta me pasojë vdekje. Operatorë të shumtë turistik ofrojnë ture me biçikletë përgjatë rrugës së vdekjes, aktivitet ky që konsiderohet shumë emocionues dhe u lejon ciklistëve të përjetojnë zbritjen e pjerrë të rrugës dhe terrenin sfidues.